Mirëdita dhe mirë se erdhët në ekranin e Rogers TV, ku për 30 minuta do t'jeni në shoqërinë e valve shqiptare. Si gjithnjë, hapësirën kryesore ja kemi kushtuar të ftuarit ton. Është fjala për të mirënjohurin Dr. Flamur Topi, drejtuesi veteran i emisionit shumë popullor të TVSH-s, Trupi dhe Shëndeti. Para disa muajsh, Dr. Flamur Topi u nderua nga shteti shqiptar me titullin e lartë Mjeshtri i Madh i Punës. Materiali tjetër është një përzgjedhje nga dokumentari Albania il Paese di Fronte, një prodhim i Instituto Luçës me autor gazetarin shqiptar Roland Sejko. Pjesa që do të ndiqni sot hedh dritë mbi marrëdhëniet e vështira të llojit të ri që mos e kput mes mbretit Zok dhe Italisë fashiste gjatë viteve 20 dhe 30 të shekullit të kaluar. Në mënyrë të pashmangshme, ato lloj marrëdhënies do të sillin pushtimin e Shqipërisë nga fqinji i pangopur më 7 prill 1939, duke i ndryshuar vendit ton rrjedhën e zhvillimit të natyrshëm. Lui cercò di imparentarsi con Casa Savoia, fece varie richieste di avere principesse di Casa Savoia come. Por më parë ju ftoj të ndjekim një blok reklamash kushtuar sponsorëve të këtij emisioni. Keni kuptuar se buzëqeshja juaj s'është më ajo e para për shkak të dhëmbëve të dëmtuar ose që mungojnë? Atëherë është koha për t'i zëvendësuar ata. Meri Paparisto ju a merr përsipër këtë detyrë delikate me përkushtim maksimal. Kthejini vetes besimin dhe sigurinë në pamjen tuaj të jashtme. Blerës dhe shitës të shtëpive. Teuta Guci, eksperte në real estate dhe me përvojë të gjatë biznesi, ndihmon të bleni me çmim të ulët dhe të shisni me çmim të lartë për një kohë të shkurtër. Telefononi profesionisten Teuta Guci Prenga 416 824 5712. Ky segment u mundsua pjesërisht nga Andi e Fovia. Të dashur bashkëdhetar, ju falenderoj për bashkëpunimin e deritanishëm. Kundrejt një fije të arsyeshme, ju premtoj se do kërkoj për ju siguracionin më të lirë. Faleminderit. Xhamia shqiptare me qendër në Toronto, që prej më shumë se një gjysmë shekulli në shërbim të bashkëdhetarëve të besimit musliman me banim në Kanada. Shërbesa të plota dhe të rregullta fetare, si dhe organizime festash për ditë të shënuara të kalendarit islam. Xhamia shqiptare, ky institucion bashkimi i shqiptarëve, i mirëpret të gjithë në ditë të mira dhe të vështira. Kontaktoni nëpërmjet telefonit, website-it ose duke u paraqitur në xhami në adresën e poshtë shënuar. Të jesh një travel agent kërkon përkushtim, angazhim, ka sfida, mirë po ka dhe ndjenja kënaqësie kur e din se ke ndihmuar dikën të realizojë qëllimet e veta në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë këtij biznesi i kam kushtuar plot 20 vjet të jetës sime. Kur blini ose shisni shtëpi, mos e lini zgjedhjen e agentit të shit blerjeve në dorë të fatit. Zgjidhni pikërisht atë që ka rekomandimet më të mira nga klientët. Billi Periku, 416 834 7511. Të nderuar teleshikues, sot kemi për ju një të ftuar të veçantë, një figurë shumë interesante. Është Dr. Flamur Topi, mjek, gazetar, skenarist, shkrimtar, një figurë shumë plançe, një njeri me shumë përvojë në fushën mjekësore dhe televizive. Është kënaqësi që po e zhvilloj këtë bisedë me Dr. Flamurin, me të cilin njihemi prej kaq vitesh, sepse kemi punuar në një institucion. Në emër tuaj unë e përshëndes doktorin dhe ju uroj suksese. Unë gjithashtu zotëri Sat ju falenderoj shumë dhe sikurse është shumë e natyrshme, falenderoj shumë edhe shikuesit. Doktor Flamuri, si ndodhi që u gjendet pranë ekranin e televizionit? Afrimi me televizionin ka ardhur krejtësisht natyrshëm, pra jo me sforcim. Në fakt, bashkëpunimi im nis me Radio Tiranë dikushme, shumë herët, kur unë isha mjaft i ri, kishte moshën 17 vjeçare, dhe më vonë kur isha dhe student në mjeksi. Në një farë mënyrë unë rash në sytë tyre që drejtonin në radio-televizionin e kohës dhe ju përgjigja ftesës të tyre për të bashkëpunuar, sepse unë në të njëjtën kohë botoja edhe në shtypin e kohës, reportazhe të ndryshme, bëja skica, tregime të vogla etj. Ishte kjo edhe një dëshirë juaja, si thuash, ishte një ëndër që të komunikonin me televizionin apo ishte? Do e mos ishte pasionim, ishte dëshira ime. Shumë e madhe për bashkëpunuar me radion, me shtypin e kohës edhe të tjera. Edhe më fal, edhe kështu ju filluat për emisionin e mjekut. Si kujtoni fillimet e para të punës suaj? Unë thash duke bashkëpunuar me Radio Tiranën, kam qenë dëshmitar në radion e vjetër, sepse në një ndërtesë të vogël një kaçe pranë saj,
filloi nga puna në vitet 60, në vitin 60, filloi dhe televizioni I parë shqiptar eksperimental. Dhe jam dëshmitar I kohës, si thua, dëshmitar veteran. Edhe mbaj mend si tashti të parë gazetare Stoli Beli, e cila përkohën I bën të gjitha programet, natyrisht ishin programe të shkurtra, më shumë të karakteri dokumentare të tjerë, dhe pra jam nga bashkëpunëtorët më të parë, që në atë kohë. Po, kujtoni nga studioja e radios, kujtoni mjekët të asaj periudhe që komunikonin me publikun? Do e mos nuk harroj kur profesor Paparison, kirurgun e famshëm, profesor Fezi Hoxhën, profesor Rusin, doktor Rusi, e të tjerë, janë pa fund ata. Natyrisht Sulqebegu është kryesisht I veçantë, sepse ai është nga bashkëpunëtorët më të hershëm të Radio Tiranës. Ai nisim qysh me radion e para të çlirimit në kohën e Zogut dhe mund të them se theu çdo lloj rekordi si bashkëpunëtor I Radio Tiranës, ai mbi 50 e sa vjet ka folur pasi ndërprerën në mikrofonin e Radio Tiranës. Parë me syrin e kaq viteve pune dhe kaq eksperiencë, doktor Flamuri, mendoni se një emision I tillë I mjekut ishte I nevojshëm, ishte I domosdoshëm për shqiptarët? Absolutisht po, absolutisht po. Sepse për fat keq botimet tona mjekësore kanë qenë gjithë të mangëta, të pakta. Dhe nëse ka një mjet komunikimi I shkëlqyer, I cili mund të depërtojë, të infiltrojë në çdo shtëpi, kudo qoftë edhe në thellësi më të madhe të malëve të tjerë, është pikërisht janë në valë pra të radios dhe të televizionit. Dhe unë jam I bindur që efektet kanë qenë vërtet shumë të mëdha. Kemi punuar atëherë në një redaksi bashkë dhe gjëja që na bën të përshtypje, çudia më e madhe ishte se për Flamur Topin, për emisionin e mjekut, vinin letrat me dëngje, nërse për emisionet tjera kështu të rralla. Po ka shpjegimin e vet I dashur Sat, së pari se ky është emision hallesh, më thënë vërtet. Dhe hall më të madh se ai shëndetësor, se sa ai shëndet I jetës, unë nuk besoj se ka, domethënë. Pra së pari shtyr nga hallet, së pari së dyti pastaj nga besimi që kishin për këtë program, I cili gjithnjë organizoi me mjek shumë të mirë, mjek më të shquar të kohës, natyrisht që këto dy motive themelore bënin që ky emision të ndiqej me shumë respekt, me shumë besim. Në këtë bashkëpunim që keni pasur me këta mjek, çfarë ka qenë ky bashkëpunim për ju? Ky bashkëpunim për mua ka qenë themelor, ka qenë bazë këtij programi. Së pari ne krijum marrëdhënie shumë korrekte njëri me tjetrin, vërtet. Ata nuk vinin absolutisht të shtyre nga motive të tjera, jo pagesa e tjera, sepse kjo pagesë pothuajse s'ka ekzistuar fare. Domethënë ata vinin me shumë dëshirë në këtë program. Vinin me dëshirën për të komunikuar me njerëzit e thjeshtë, për të gjetur aty në para në hallet që kishin, dhe natyrisht përdorën për qoftë letrave, qoftë pyetjeve të drejtë për drejta telefonike.